Dhe ai problem do të zgjidhet. Studentët shqiptar do të japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ata ju kërkuan juve atje, si njërin nga shqiptarët që momentalisht bart pozitën më të lartë në pushtet. Sepse kur pozita është e madhe dhe me plot privilegje, rrjedhimisht edhe përgjegjësia duhet të jetë po aq e madhe, vetëm se duhet jeni të vetëdijshëm për këtë. Ajo që pam atë ditë nuk ishte një protestë e zakonshme. Ishin studentë të rinj që kërkonin diçka shumë të thjeshtë, të drejtën për të përdorur gjuhën e tyre amtare. Dhe kjo është ajo që e bën këtë situatë te mase të rënduar, sepse nuk po flasim për mungesë ligji, ligji ekziston dhe është i qartë, por po vazhdoj me pyetjen tjetër, a jeni të vetëdijshëm se ka ligj për gjuhën shqipe? Ka inspektorat për zbatimin e gjuhëve, ka agjencion për gjuhën. Ne i bëm të gjitha këto, dhe juve ju ka ngel vetëm t'i zbatoni. Zëvendës kryeministër, në ditën kur këta student ishin në rrugë për një të drejtë që ju si qeveri duhet ta kishit garantuar pas një debat, duhet të ishit aty për t'i dëgjuar dhe për t'i mbështetur, por nuk u duket fatkeqësisht askund. E jo për habi, se jemi mësuar me sulme mediokre e hipokrite nga funksionar që shërbejnë vetëm si dekor, dje kryeministri Mickovski me miratimin tuaj besoj, pra nga një funksionari i lartë që vjen nga partia alternativa, edhe kjo shumë simptomatike, e ka njoftuar NATO-n dhe Bashkimin Evropian se jo opozita, por studentët duan ta destabilizojnë vendin, paramendojeni. Dhe pas kësaj, unë nuk e di, a ka hapësirë për diskutim, përveç se sërish, me seriozitetin më të madh të pyes. Përsa u shit çështja kombëtare? Përsa u shit gjuha shqipe? Për një koltuk apo për një mandat deputeti? Asnjë ministër i juaj nuk mbaj mend që të ketë pranuar palë të cilët kanë shpreh një shqetësim drejt institucioneve. Unë kam qenë person i cili ka protestuar ndaj padrejtësive që i keni bë, dhe e di se si është të jesh protestues dhe mos të kesh mundësi as pak të drejtohesh institucionit ose udhëheqësit të një institucioni. Për informimin tuaj dhe të opinionit, studentët kanë qenë të pranuar në takim të unë ditën e parë kur kanë marrë iniciativën me nënshkrimet. Dhe shqetësimi i tyre është ndëgjuar dhe në mënyrë institucionale jemi përgjigj dhe kemi marrë masat e duhura për ta zgjidhur problem. Dhe ai problem do të zgjidhet. Studentët shqiptar do të japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. E tani, përderisa ju shprehni shqetësimin, njëkohësisht edhe protestoni, kjo i bie se protestonin kundër asaj që ju e keni vepruar 22 vite, kundër vetvetes. Domethënë, ti bashkangjiteni sot studentëve dhe deri dje mos kishit as pak vesh për studentët, është një ignorancë totale. Më vjen keq që duhet ju drejtojmë kështu, por nuk ju ka hije të drejtojnë në këtë mënyrë.